Allahun e madh e falenderojmë që i takon madhnisë Allahut, që na ka privilegjuar dhe na ka bërë krijesat më të ndershëm. Na ka privilegjuar duke na dhënë mend. E ka zbritur pejgamber e neve na ka privilegjuar me më të privilegjuarin e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I çojmë salavat e Muhammedit alayhi salam familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, ju të pranishëm që kemi ardhur sot me kërku falje nga Zoti, Allah i na fal gjinat ya rabbel alamin. Allah i na mëshiroft me rahmetin e tij se Allahu është i mëshirshëm. Allahu na udhëzoft se udhëzimi është në dorën e Zotit dhe Allah i nasip na bëv xhennetul firdausin ya rabbel alamin. Amin. Prej dhuntive shumë të mëdhaja që Allahu i dha njeriut dhe e dalloi prej gjithë tjerëve ja dha mendjen. Dhe e bani njeriun me mend. Dhe Allahu në Kur'an në disa ajete po thot: "E fela taqilun", a nuk mendoni, a nuk logjikoni, a nuk analizoni? Sot definicionin e disa burrave të mëdhaj që u edukuan në rrethin në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjenerata e artë ishin sahabët, e definuan se çka është njeriu i mençur. Vëllezër, ka diferencë, mi thon dikujt ai impret dhe mi thon dikujt ai mençur. Shejtani është shumë impret, pse i mashtron me miliarda njerëz dhe i devijon edhe i thirr në dalalet. E njeriu i mençur është ai i cili thot Allahu të raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alayhi salam nabiyyan wa rasula. I kënaqt me Allahun, besim në njëshmëri të Zotit, i kënaqt dhe i nënshtruar në Islam, feje vetë me pranuar të Allahu, dhe i kënaqt me udhëzimin dhe kompletimin e shariatit Zotit me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. 4 mesazhe të shkurta. Kush është njeriu i mençur? Allahu na boft nga të mençurit ya rabbel alamin. I mençur është ai men taraka ad-dunya qabla an tatrukahu. I mençur është ai i cili e lën dynjan para se me lën dynjaja ata. Ky është njeriu i mençur. E dyta, njeriu i mençur është wa arda rabbahu qabla an yalqah. Ai i cili është i kënaqur me Allahun para se të takohet me Zotin në ditën e Kiametit. Ky është njeriu i mençur. Ai i cili është i kënaqur me Allahun në dynjat para se mu taku me Allahun në ahiret. I mençur është ai i cili e ndriçon vorrin e tij para se me shku te vorri e instalon ndriçimin tukan mbi vorr, tukan mbi dhe. E kur ti dhe e ka të gatshme se ka instalu energji dhe dritë të imanit dhe veprave të tij në natën e vorrit. Ky është njeriu i mençur. Dhe e katërta, i mençur është ai i cili respekton prindërit para se të ndahet me prindërit. 4 mesazhe që kanë koment shumë të gjatë në pika të shkurta. E para, i mençur është ai i cili para se ta lën dynjan, ai e lën dynjan, e kem për qëllim sikur që viti ka fund, muji ka fund, java ka fund, frimarjet e tua dhe të mia do të kenë fund. E kjo jetë me këtë mira dhe të këqijat një ditë do të dalimi dhe do të ndahemi nga kjo botë e përkohshme, do të kalojmë në botën e ahiretit, wal akhiratu khairun wa abqa. E ahireti është më i mirë për ju, sa është e përhershme. Veç cili është destinacioni jot, xheneti i përhershëm ose naudhu billah për jot mençurit, xhenemi i përhershëm. Prandaj i mençur është ai i cili e ka piksynim xhenetin prej dynjas. Ti vëlla që feston sot fundvitin dhe suksesin e biznesit tanë, e të rriturave tua, a e ke bë pyetjen cili është suksesi jot me Allahun këtë vit? Cilë që në reqatet, sadakat, bujaria jote, respekti, kujdesi ndaj kojshijes, mbikëqyrja ndaj evladit, mbikëqyrja ndaj moralit familjes tënde, a je pregadit për ahiret? Apo vetëm shumë e ke shtrengu këtë dynja, thuti se kjo dynja është e përhershme. Prandaj njerëzit atë shumë janë të lidhur pas dynjas, sikurse mos kishte ekzistuar hiç ahireti. Do thotë e harrojnë komplet ahiretin.
Nëse ti nuk e lën dynjan, o vllai dashur. Nëse ti s'don me lën dynjan, ajo do të lën një ditë ty. Një vëlla pak në shaka e tha një ditë një shumë i pasur, o hoqta jemi rrit në fukarallëk, e Allahi na ka dhënë zengillëk çto 50 të funit, gjynao me dek me këto të mirat e dynjas. I dhash përgjigje, ti nuk i din vlerësimet dhe të mirat e ahiretit, prandaj këto duken shumë të bukura të dynjas, ama këto janë të përkashëm. Shko te spitali, ai çka është më i pasuri, ai kishte dhënë këtë pasurinë për shnetin e tij. Shko ai çka është në burg, jep këtë pasurinë me dalë në liri. Ama dhe ai çka është në varr ka qef me dalë me bë vepra të mira, mu përgatit për ahiret. I mençur o vëlla, është ai i cili nuk lidhet shumë për dynja, përgatitet për ahiret dhe i suksesshëm dhe i mençur është ai i cili e përgatit ahiretin që Allahu ta ka dhënë hejdije dynjan me fitu ahiretin e përhershëm me ditë të caktuar të frimarjes në jetën tonë. Shumë njerëz gëzohen dhe festojnë tash suksesin e tyre, a nuk janë ata njerëz që e humbin ahiretin e tyre. E dyta prej njerëzve të mençur është ai i cili ka gajlën e para ahiretin. E dyta, ai i cili moment transferimi në ahiret është vorri. A ka dikush prej baballarëve, gjyshallarëve, pejgamberëve që i kemi lënë jashtë apo i kemi shtin dhe i kitë në varr i kemi shti? Atëherë i mençur është ai i cili varrin e tij e ndriçon duke instaluar iman, namaz, Kur'an, dhikr dhe veprat e mira që na porosit Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka hik dikujt varri apo ka mundësi dikush me ndriçu varrin masi të themi thon shahadet Allahut? S'ka mundësi. Me fal namaz mrena varrit se ki obligim, me shku në haxh se ki obligim, me respektu. Jo, në varr ki veç 3 pyetje. Men rabbuk men dinuk men nebi. Kush është Allahu jot, feja jote, pejgamberi jot? I ke thonë mbi varr, kimi thonë nër varr. I mençur është ai i cili e përgatit. Firauni se besoi varrin, tha jam unë Zot, hel min ilahin ghairi. Përfundoi çish përfundoi. Shejtani ishte impret, nuk ishte i mençur, përfundoi çish përfundoi. E na rrugën të Ebu Gjehlit, rrugën e Firaunit, rrugën e shejtanit, apo rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i mençur është ai i cili e përgatit vorrin me vepra të mira. Dhash Zoti që ne këtu çka jemi dhe familjet tona dhe musliman të përgatiten të bëhemi të mençur për varrin i cili nuk hik. Ku janë baballarët e tonë? Në varr. Ku janë pejgamberët? Në varr. Gjyshallarët në varr. Atëherë ai varr është baçe nga baçet e xhenetit, ose për ata që s'kan instaluar dritë, sejdë dhe namaz. Namazi është dritë. Allahu thot në Kur'an. Kur'ani është dritë. Allahu thot në Kur'an. Atëherë a ki kësi dritë me instalu në varr apo hiç se ke kallë në dynjat? E treta, wardha rabbahu, dhe është i kënaqur me Allahun para se të takohet. Shumë musliman ankohen prej Zotit, direkt apo indirekt. Prandaj raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammedin alayhi salam nabiyyan wa rasula. Ai që është i kënaqur me Allahun dhe me kaderin e tij. Allah e ka caktu zengin, kënaqur me ta. Allah e ka caktu fukara, kënaqur me Allahun. Mos u hidhra me Allahun se Allahu të ka sprovu me varfri. Se Allahu di kanë sprovon me pasuri, po e bën azap me pasuri. Ti mendon se atu kënaq, ai është të bë azap. Dikane ka ndëru me post, Allah është e bë azap. Dikane ka dhënë përgjegjësi të madhe, Allah është e bë azap. Prandaj kënaqo me kaderin e Zotit. Dorëzim në nështrim ndaj urdhave të Zotit, do të thotë ti je i kënaqur me Allahun. Të pajtohesh me caktimin e Allahut, do të thotë ti je i kënaqur me Allahun. Mos tankohesh te Allahu, do të thotë ti je i kënaqur me Allahun. Ti je i kënaqur edhe kur të jep, edhe kur nuk të jep, edhe i pasër dhe i varfër të kënaqesh me Allahun. Besimtar të nderuar, pe përfundoj Waber dhe mi respektu prindrit janë njerëz të mençur. Nuk mund më kanë i mençur ai që beson Allahun, ai që përgatitet për ahiret. Ai që përgatitet për ahiret, ai që e përgatit vorrin e tij dhe ndriçon dhe mos më nderu prindin. Ata që nuk i nderojnë prindrit janë bota perëndimore. Nuk e njeh prindin, mas 18 vjetëve, ndoshta 10 vjet nuk e sheh. Ndoshta 20 vjet nuk e sheh, veç në testament ose te vorret një 10 minuta. Qëndronin pranë prindërve t'ju shka i kini gjallë. I mençur është ai i cili i respekton derisa e ka gjallë. Se kur të vdes, mund është na i sadaka në emrin e tij me dhon, na i dua me dhon në emrin e tij, na i punë të mirë me bë, mirë po adhurimi, respekti mas Allahut dhe pejgamberit i takon prindërve. E njerëz të mençur janë ata çka i bën shkak për ardhmën tonë në dynjat.
do të thotë me respektu prindin. E lutim Zotin e Madh që Allahu neve dhe juve, Allahu të na ban të mençur, të përgatitemi për ahiret, mos të ngushtohemi shumë me këtë dynja, përgatitemi për natën e vorrit, të jemi të kënaqur me Allahun edhe të respektojmë prindërit. Dhe pe përfundoj. Omeri radiallahu anhu, në momentin kur e plagosën varre e madhe, dhimbje e madhe, erdhi mjeku dhe pi thot, pije një gotë qumsh tamël. E piti dhe nga varra i dul çajo tamli. Tha, mjeku e pa se janë shenjat e fundit të vdekjes. I tha Omer, leje vasijetin, testamentin, çka ki me lan? I tha djalit vet, thirrma tha Hudhejfe ibn Yamane. Hudhejfe ibn Yamane ishte shok i pejgamberit, i cili dike sekretet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka dhënë një flet të munafikëve. Dhe kur erdhë në momentet e vdekjes tha, o Hudhejfe, për të bëj rigja, kush janë ata munafikët? Nuk e dha mesazhin, nuk e kallzoi. E dyta e pyetje për s'dyti, nuk e tregoi. Për streti tha, o Hudhejfe, veç kallzom, unë a jam qatë listën e munafikëve, nuk jam, qatë gajle kish. E rahatoj, i tha, jo, ti nuk je nga ata. Kur Hazreti Omeri ka dyshu mësosh në qatë listën e munafikëve, o vlezër, të përgatitemi për ahiret, se fundi i vdekjes se cilit prej neve dhe na vjen. Shumë njerëz po tham po gëzohen me sukseset edhe bizneset të ardhurat e tyre, vallahi shumica e tyre nuk kënaqen me ta. Improvizojnë qefe para të tjerëve, ama janë tu kallë në shpirtin e tyre. Nuk mund mu kënaq zemra derisa nuk i ban sejdë Zotit. Nuk mund mu kënaq zemra derisa nuk je kënaqur me Allahun. Nuk mund mu të kënaq shpirti dhe familja jote derisa ti nuk je në rrugën e Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj e lut Zotin që neve dhe juve dhe familjet tona Allahu t'i udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu t'na pasuron me iman zemrat tona. Allahu t'na ngin me iman dhe me dritë në natën e vorrit ja Rabbel Alamin. E lutim Zotin e Madh që ne t'i respektojmë prindërit, çka i kemi gjallë, e Allahu të vdekurit tan t'i mëshiron. Allahu të smurit tan t'i shëron. Allahu të burgosërit tan t'i liron. Allahu vetdijen ton dhe mendjen ton ja Rabbel Alamin na qoft veç ka hajri ja Rabbel Alamin. E lutim Zotin e Madh rinin ta udhëzon në rrugën e xhairit, në rrugën e Kur'anit dhe Sunetin e pejgamberit alayhis salam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.